Fermerët që shesin produktet e tyre tek grumbulluesit, përpunuesit apo dhe agroturizmet e certifikuara duhet të ruajnë faturat në mënyrë që të përfitojnë kompensim 10% nga skema e re e TVSH-s. Ligji miratuar në parlament përcakton kompensimin e TVSH-s 10% të fermerëve dhe do të bëhet mbi vlerën e faturave të lëshuara nga blerësi i produkteve të tyre bujqësore. Në total, sipas të dhënave të Ministrisë së Financave nga viti 2018 e deri në shtator 2025 janë të pajisur me nipt 110.000 fermer. Kjo autofatur e lëshuar për fermerin nga përpunuesi, grumbulluesi apo një agroturizëm i certifikuar do të shërbej si bazë për llogaritjen e kompensimit. Për shembull, nëse një fermer i pajisur me nipt do të shes produkte bujqësore në vlerën e 100.000 lekëve dhe për këtë shitje grumbulluesi apo përpunuesi do të lëshojë autofaturën përkatëse, atëherë fermeri do të përfitojë një kompensim prej 10%, pra 10.000 lekë, ndërkohë kërkesa për kompensim do të bëhet 2 herë në vit për periudhën janar-qershor dhe korrik dhjetor.